Aty fillova me lajt pjatas, ja nisëm si zero. Ky objekt është që shumë vite, 1888 u ndërtu. I pa ta thonë që nuk kthejna mon gastronomik, se e di se ç'ish është. Presidentja vjen me hongur këtu te na. Para se me anë Zvicër në Preshev, më koni angazhuar me futboll. Me disa shok kena pas edhe ekipin, rinia, që është shumë e preshevare din, çfarë kohë ka qenë atëherë. Si çdo i ri, perspektivën se nuk e gjejshmi atje, dita ditës dojshmi dikun tjetër me shku, pak ma jeta ma e mirë më konën. Në 2005 erdha në Zvicër, ku në Preshev ishën edhe i angazhuar edhe si kamarjer në atë kohë. Kur erdha këtu në Zvicër, pa më dyshje e dishna se çfarë punë më gjenë në restorant. E gjeta me një vend restorant shumë të bukur. Aty fillova me lajt pjata, si çdo bashkëdhetar, gjuhën se dishmi, u deshke mu angazhu pak, derisa e mësum gjuhën. Në mende kisha donjëherë vetë me qelë një restorant, si qysh e kum pas edhe plan edhe në Preshev, po aty s'arritja. Pas si fillova aty me punue, pas 6 muajve qysh ja fillova aty ndimës kuzhinjeri. Në qatë restorant, ajo kon restorant me renome, këtu në Sangall. Mas një vite u bona kuzhinjer, edhe pa normal këtu në Zvicër du shkollë me krye, por kuzhinjer 3 vjet janë, po unë pas interesimin e kishna shumë të madh, edhe kuzhinën e kisha si pasion, nuk e kishna problem shumë. Edhe mujta mu adaptu me njëjtin sistem, Zvicran këtu, ku kuzhina ishte e përgjithshme. Aty 3 vjet isha në atë restorant. I shefi njëjt ishte Zvicran, po i kishte edhe 2 restorane tjerë. Qëtë restoranin e parë ku punova e shiti, të në murë në qetërin restoran muhe. 13 vite punova aty më ra me punu, bona dhe shefi kuzhinës aty dhe menaxheri restorantit. Aty e pash vetën që mujtna me kriju një restorant temin, me atë eksperiencë që e pa ta mbledh aty. Në ato 7 vitet ma parshme, unë e lypsha lokal që mujtet mu përshtat muhe, s'ku mujt me gjetë hiq. Shumë au problem këtu në qytetin e Sangallës, konkurenca u kone madhe shumë. Bashkë ky vendi ku është këtu është qyteti vjetër i bjen, është një restorant i vogël, ku arritëm me market restorant për me lirien bashkë bile. Kur e pash që pe kërkojnë një pronar këtu, unë njoftova me Schützengarten, kjo është një firmë shumë e madhe këtu në Sangall që i furnizon me pije. Kjo shtëpia është e Schützengarten. Pasi e qova këtë dosien temë, më kanë thirrën me ma dhonë restorantet. Dhe bile ata kanë shumë të knaqëm, që i mu për ma japin, që kom shumë eksperiencë, edhe në qytetë Sangallës kom punu thujse 20 vjetë, për ato edhe pata shumë në fakt që mujta me hi këtu. Ky objekt është që shumë vite, 1888 u ndërtu, edhe ky restoranti, edhe ky ka funksionu shumë vite më parë, u konë kështu kuzhinë tradicionale zvicrane, edhe emri Alpe Glöckler do të thot zilet e Alpeve, në përkthim shqip, kjo me tradicion, shumë vjeçar. Konkurenca u konë shumë e madhe në këtë restorant. Kur i kallzova liris, kjo hezitoj pak, po kur i kallzova se ku është, ku gjendet restoranti, erdhëm bile edhe pa në vetë, shumë i ka pëlqye. Edhe si u beso ke bile qysh mujtëmi këto neve më nadhon, këtë restorant, që qa që i mirë, edhe në qendër qytetit. Preja se dite e kum pas në bështetin e saj, edhe jemi bashkë këtu. Kur ku marrën në Zvicër, 99 kemi ardhen, ja pa ta fillu në gastronomi. Kum punu aty 6 vite, edhe mas 6 vite kanë e kriju në familje, edhe kum dal për restorantit, edhe pa ta shku në optik. Aty kum punu 15 vite. Edhe aty më disha vetën shumë rahat, se puna shumë e mirë u konën. Kur tha që po don me marrë restorantin këtu Alpe Glöckler, pak i pa ta thonë që nuk kthejna mon gastronomi kur, se shumë është stres e di se ç'ish është. Po tani kur vendosi visari aty punën teme unë e kum lënë, kum dhënë ndërheqje, edhe kemi ardhur bashkë, gati i bojmë 1 vjet, e mirë jemi të kënaqur. Këtu kuzhinën na e bojmë zvicrane, tradicionale, edhe pregadisim me sezon, që janë ushqimi sezonal është këtu të na. Çdo ditë e ndrojmë edhe menyën këtu, se ka shumë banka për rreth nesh, edhe ka sigurimet që punojnë, klienta kina shumë këtu, unë edhe liria jena të angazhuar çdo ditë, 5 ditë e kina qelë, pitë martën dhe rishtunin e këtu, e kina drekën edhe darkën. Po i kina edhe 3 punëtorë, 3 punëtore që punojnë të na këtu, na ndihmojnë, edhe ato njënja është në kuzhinë me mua, edhe 2 qera në servis punojnë me lirien. Shumë kënaqësi se kur ta shohim që klientët janë krejt të kënaqur, vinë për çdo ditë, thuj se na vizitojnë, kemi shumë që vinë për çdo ditë, është shumë kënaqësi e mirë. Ky restorant është shumë i bukur, por problemi u konë se ka pas 2 pronar qerë që s'kan funksionu mirë këtu, kanë mungu shumë gjana, na ju kina këthuj këtu kvalitetit dhe mu koni këndshëm me klientin.
që kur vjene një klient këtu mu konë i rehatshëm, me pas vetën që si kur në shtëpi vetë kur vjene, që kështu është kjo familjare, kështu për neve. Këtu na vizitojnë neve edhe shumë njerëz me renome këtu që janë, për shembull presidentja vjen me hongër këtu te na, të komunës këtu vinë shumë hajnë edhe janë të kënaqur me neve, edhe pse jena shqiptar nuk i pengon kur gjë. Na jena të integruar këtu. Është me rëndësi shumë mu konë njëri për tjetrin këtu, mos me këshyr se cila jo në kuzhinë ose në servis me bashkëpunu bashkë, mu konë për kraje për njëri tjetrin edhe ja rrinë qëllimin se ç'a don. Për me mri diçka kisha thonën dush mu konë ambicioz, energjik, mi arrit qëllimit, ato që e don, edhe nëse s'mund me mri për një kohë të shkurt, mos thuj pundalna, do njëherë do t'ja arrish qëllimit. Kur isha në Preshev, autoritet kish mina aty si futbolista, rinia, kishin qef më na këshyr futboll, kur erdha këtu, ja nisëm si në zero, këtu futboll dashta dhe bilen futboll, këtu mi ja nisën, po me 27 vjet ish koha pa të shku veç për futboll, edhe u angazhova mo që ëndrrën që e kum pas për gastronomi, ambicioz, ju më konë shumë, ku jom edhe sot. Rinizi kisha thonë mos më dorëzue, më konë ambicioz, për ata që dojnë me arrit sukses, nuk duhen mund dalën, duhen me pas motivim në çdo aspekt, ëndrat nuk bon kur mi shu, po pa punue nuk mujtesh me arrit deri te ky qëllim.